30 minutat e mbrëmjes 20:00. Është nga botimet më të fundit që ka për autor gazetaren Entela Komnino. Për nga argumenti dhe mënyra se si e trajton, libri është unikal në llojin e vet. Ndryshe, mund të quhej një farë endje e mundimshme nëpër labirinthet e përgatitjes së lajmeve të televizionit, që nga momenti i transmetimit të parë eksperimental 1967, edicioni plot zyrtar 1971 e deri më 1995. Një spektër pra gati 30 vjeçar që nuk mund të mos merret në konsiderat. Por pikërisht këtu kemi edhe një farë paradoksi me të cilin gazetaria ndeshet jo rastësisht. Pasi diplomohet në Fakultetin e Filologjisë të Universitetit të Tiranës, Komnino punon si gazetare në organe të ndryshme, e së fundi prej 3 vjetësh në televizionin shqiptar pranë Departamentit të Informacionit. Në 96-97 specializohet në Gjermani, Universiteti i Tübingenit, seksioni medias, ku i kërkohet të përgatisë një temë për televizionin shqiptar. Pikërisht mungesa e literaturës së botuar për këtë institucion, aktivitetin e tij e të gjithë rrethanat e mësipërme, në një farë mënyre lindën këtë libër të munguar prej kohësh për arsye nga më të ndryshmet. Siç duket, kur ballafaqohemi me kërkesat e të huajve apo rrethanat e kësaj natyre, atëherë kujtohemi se ç'na mungon. Libri i përket një gjinie të ndërmjetme midis natyrës deskriptive, karakterit shkencor, elementeve manualistik e kornizave historike. Libri është një tregim shkencor për burimin e lajmeve të televizionit, mënyrën se si janë përgatitur e për transmetimin apo më saktë servirjen e tyre në publik. Në këtë rast, autorja nuk interesohet shumë për konjunkturën e licencimit të lajmit, por për atë se si strukturohej lajmi apo ç'fizionomi krijonte ky televizionit në atë kohë. Të gjitha materialet e të dhënat e natyrave të ndryshme janë të dokumentuara në arkiv. Përpunimi i tyre është bërë sipas parametrave europian. Të rëndësishme janë referenca teorike ku mund të gjesh emra specialistësh e eksploratorësh të njohur për mediat elektronike. Libri krijon mundësinë edhe të një lloj ballafaqimi duke ndërtuar skema të sakta e tabela të imta për përgatitjen e lajmeve, sinkronizimin z figur, emetimin e tyre në vite e të tjerë. Është një libër që unë e kam lexuar menjëherë sapo Entela madhroi dhe të them të drejtën u gëzova që pas gati 20 vjet televizioni, ne kemi edhe një libër për të që i ka munguar lexuesve dhe aq më tepër punonjësve të televizionit. Gjithsesi, libri erdhi me shumë të mira, me shumë interes, me tepër gjëra të veçanta dhe pikante që nuk janë thënë të paktën në libër herë tjetër. Entela pati guximin, po pati dhe aftësinë që t'u japi njerëzve këtë libër dhe unë do ta përgëzoja ashtu siç besoj e kanë përgëzuar të gjithë ata që e kanë lexuar. A mund të botoj më shpejt ky libër? Edhe mund të botoj, po fakti që s'është botuar deri tani do të thotë që nuk e mori njëri këtë rrugë, nuk e mori njëri këtë guxim, nuk e mori njëri këtë mundim, e mori Entela, prandaj duhet falenderuar. A janë thënë të gjitha dhe janë thënë të gjitha mirë. Unë besoj se në përgjithësi janë thënë mirë. Nuk janë thënë të gjitha, duhet të thuhen edhe të tjera këtë e pas, dhe janë thënë ashtu siç thotë Entela, në mënyrë interesante me një stil tepër të veçantë që unë mund të kisha në një vërejtje, po që nuk e vlen ta themi këtu. Dhe mbi të gjitha ajo meriton vetëm përgëzime, urime dhe nxitje për të tjera faqe të kësaj natyre ose të natyrave që i takojnë në radios e televizionit. Autorja nuk mban qëndrim të caktuar ndaj asaj që gjen, por vetëm tregon dhe parashtron se si dominonte kronika e gjendjes ndaj asaj të ngjarjes. Për përgatitjen dhe botimin e këtij libri u desh rreth një vit. Për ta lexuar ndoshta disa ditë, ndërsa për atë se sa i vlefshëm është, do të duhet të kalojnë mjaft kohë, e do të duhet ta pasojnë mjaft të tjerë të njëjtës natyre.